Shqipëria është mposhtur me rezultatin 2-1 nga Polonia në Varshavë në play-offin e botërorit 2026 duke u eliminuar nga gara. Kuqëzint kaluan në avantazh me Arbër Hoxhën pas një gabimi të mbrojtjes polake dhe mbyllën pjesën e parë 0-1, por në të dytën Lewandowski barazoi dhe Zielinski përmbysi rezultatin. Shqipëria pati raste të pastra për golin e dytë, por nuk i konkretizoi. Pas ndeshjes trajneri Silvinho u shpreh i zgënjur për rezultatin, por krenar për paraqitjen e skuadrës, duke theksuar se Shqipëria kishte mundësi ta mbyllte ndeshjen, por pagoi çmimin për raste të humbura ndaj një kundërshtari të fortë si Polonia. Jam i zgënjur që nuk arritëm ta mbyllim ndeshjen pas golit, por jo për lojën. Jam krenar për lojtarët, sepse zbatuam gjithçka kishim përgatitur. Përballë një skuadre si Polonia me shumë cilësi dhe eksperiencë ndërkombëtare, e dinim që duhet të vuanim në disa momente, por dhe të shfrytëzonim rastet tona. I krijuam mundësitë për ta bërë golin e dytë dhe për ta vënë ndeshjen në kontroll, por nuk ja dolëm dhe paguam një çmim të madh për këtë. Është gënjim sepse kishim realisht shanse për të ecur më tej, por futbolli ndonjëherë të ndeshkon kur nuk e mbyll ndeshjen në kohë. Kombëtarja do të luajë me 31 mars në orën 20:45 përballë Ukrainës, sfidën tjetër të këtij muaji në Valencia.